Mirësi dhe Ramazanit, mirësi dhe Ramazanit. Me të se është i në gjonë qikën. Zemër të gjyshit, më kënaqen. Pa ma ki madhe pa alitet shumë. O, ki gjyshin e do. O, ki shka të dënë të muaj, në të dhenë, në të prapë tanë. Shka dush ma me gjyshin? Gajnë më se kje. Në ki muaj. Po. E, baba, të nga shë betën, baba. Prom që e falëm që të mabet. Kuptuot. Në dhimet edhe neve. Po, birë. Këto fëmi, do të më qytë të kush. S'kem shapem. O bab, andreve bab mësë më gushton njerë se s'mëj për atë punë me menu. O birë, për që të e kam për fëmin, se na duhet njëri. Po s'mëj me para menu be babone, e jo me veprune me jau prune një tjetër gruje me ju bon nanë. Ki me mujt bira, krejt dush mi pranu. O bab, më zgutmi be, më zgutmi e t'ja pastrojna dikuj shpijen, pse ne kena jetima. Ti babës, veç jep ma lejen, unë atë punë e sosi. Unë e sosi. Alo, do, kuj e? Te gjamijem, me se kukshetar të kina te gjamijem të të prit. Hajde, u kryllave, hajde. Po Nazmi, si të kam be Nazmi? Me Ramazan si ja kalon? Po mirë be do, mirë me thonë. Po te ditë që nas provoj Zoti me e nisim që i ditë kruja, besove Zot, ato fëmi, o shpirti ma pëtën. Shpirti, valla, edhe mua të mërë shumë keq. Bile dhe së më zatik se e nisim se shumë rana të mërë. O dull, deri parë kështë të folë. O birë, nuk shkon kështu, nuk shkon. Këto fëmi do të mi këshyrë dikush, do të mi rujtë, do të mi shetë dikush. Ja kom nu zorin. Zorin ja kom nu, s'dashte, se gitarë po më të. S'shkon. Shumë mire pas ke menu. Bile sa ma shpejt. Po dhe, edhe unë e thash, po menëzë që u bonë razi, menëzë. S'ka. Hatër fëmijëve, pa qare të bëjë zgjidhën e vetë. Po të thash du të më mënu me gjithë në njërit të hajret. Vallave mire ki, po. Bas një ditë më shkoj menja. Po më vike pak zorë se... Bacinude, ka një qik, bili ka vdek buri asaj. As qike mirë, familjes mirë, mune me bona e zgjidhje. Po që të paska kujtu, kur tybe menja së më kishko, kur? Pa që ata me Nazmi, bile me u dhe se shofë që qkojsh vetë folish me ta. Dona me shku. S'kam të qëtër gjithë, nuk kam. Shumë mirë ma kujtove se mik ma të mirë e ma të devotshëm s'unë gjojnë në këtë nahi. A, ku e njësë në shpeja? Jo, e së të dalë për shpije, heq së të dalë. Edhe poshimi më që gati ju krye, s'del, heq për shpijes. Po, s'ka faj. Fëmijët s'ka kujmë në me alam. Ja. Po e ndështë të kalojnë e mësej da shofë pak se, një me më të së kumë pa. Bujrom, e unë të thiri, minëra nurën do të thiri. Minëra. Nëjse më të Nazmi, unë të delë për ka pazari kam do punë, dënimu kismet. Inshallah, veç për hajrë.
Hajde, të më tjeta. Shif me nimi të Allah. Po inshallah. Inshallah hajr. Më rejnis. Zoti Kabul Nazmi. Amen o nur. Edhe ty Zoti Kabul. Po qyshini ka shpia nur? Mirë bre mirë. Ka dash Zoti u kënaqem me Ramazan. Po shpejt bre po shkon. Kena me lyp Nazmi. Valla lë me tjo. Po na us provum. Lë me tjo. Se na shumë keqin atë përjetu. Po Allahi kur do, s'kem shka bëjmë. Po valla Nazmi, sabër bre. Ka keq e ma keq. Po, ka sigurt edhe ma keq, po edhe ma ran ka. Gjdo sen që vjen prej Zotit, duhet me pranue. O nur, a e di për shka të më thirë? Jo valla, po qka do koft? Inshallah hajr. O nur, të kumë pasi dost, e kemi najtë pak se shume, të kumë nëruhe. Po punën e ka lidh Nazmi. Edhe kemi njoft njën tjetrin ma mirë, ma shumë bile kemi njoft njën tjetrin. Nur, unë jam nëzër për fëmijët e tonë e për djalin tonë, për shpe. Hajder likoft Nazmi, edhe? E di që një dhëndër të ka dek, e qika të të kamet. Po Nazmi po, unë jam të e këshirë bashk me një nip. Jetim kamet. Shka me bo? More nur, unë e kretë botë me lypë, si ti njëri sinqert, sun gjoj. Hajde Nazmi, hitë si prita këtë muhabet. Vallaj be nur, me shpirtim të thone me zemër. Nazmi, shumë falënderit për vlerësimin, po vallaj pa fol me qikën, sun t'jap fjallë. Jo, ti fol me qikën, nëse edhe asajna nuk i flen zemra, halal se ki, kjo punë shkon me dëshirë. O sas Nazmi, qysh është ma herë? Inshallah bëhat. Hajde me bab, ku me jete me kështu? Që me bom, keshe fola drejken, po më zodhe i qinia, Po mirë. nurën e thira në telefon, edhe me to uzateta, Pse ashtu be? babës, ndoko që me këtri po bëjmë, po që ka shkëtëri me zëtë, qashtu. Po, Hajri sholla. hajra bir, hajri shoba. Nazmi, Por në, erdha vetë se më thira vetë për këtë punë, edhe më përqej se ishte për e vlatë. Ma mirë është vetë me i gra këtën e punëve. o nur, kur e ki edhe ftyrën qelë, pse mos me shku për vladin tonë. Që ashtu Nazmi, edhe une erdha vetë, edhe vendosa që kjo mi qasin e koftë për hajrë, mi qasi e re. E di se mërzijat e djallit ton nuk e harron nusën që e ka pas. Ja. As që ka jeme nuk e harron burin që e ka pas. Po që ka jeme edhe besën e Zotit. Se dy fëmi që i ka e nisi, ka mi këshirë më shumë se djalin e vetë që ka me prunë të jo. Fëmijët janë shtrejtë të Zoti. Ani sidomos kur jesin jetima.
Nëra, unë po të jep besën që e qika jote, që bje atë fmi, ko më rrit, s'pe di që thamë, shka o ma mirë. Besën po të jep që qaj fmi ka më rrit me fmit e gjerit tem. Edhe ajë djallë ka më konë hisetar i kësaj shpije. Prej sot, shpia jonë i ka 3 fmi. E na koftë për hajrë. Hajrë paç. Hajrë paç. Inshallah, shko ma mirë. Inshallah. Ky projekt sponsorizohet nga Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa l'aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa ala dhalimin, wa usalli wa usallimu ala shafil anbiyai wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiran wa ba'du. Falimderimi takon Allahut Azza wa Jall. Atë falemderojmë për mirësitë, dhuntit, begatit, i cili vazhdimisht na gëzon dhe na dhuron, kurse salavatët dhe selamët ja dërgojmë njeriu më të zgjedhur mbi sipërfaqen e tokës, shpirtit më të pastër, Muhammedit alayhi salatu wassalam, bi familjen e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, shikues që na shikojnë dhe na përcjellen në ekranët tona. Një mesazh i cili është shpesh tek ne si popull që ndodh dhe është nga caktimi i Allahut Azza wa Jall, që Allahu subhanahu wa taala i sprovon besimtarët. Në një nga sprova është që وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah thot, ju sprovojnë me varfëri, ju sprovojnë me të keqe, ju sprovojnë edhe me veten tuaj. Ndonjëherë Allahu Azza wa Jall merr ndonjë person nga familja jonë, e cili është njeriu i dashur, njeriu i afër, njeriu i cili ka peshë të madhe në mesin tonë. Siç ndodh ndonjëherë që ndron jetë njëri nga 2 bashkëshortët, të cilët janë 2 persona që e mbajnë një familje dhe janë shtylla e familjes për të krijuar një familje dhe për të u mirëmbajtur mes vete. Mirë po, don Allahu Azza wa Jall me na tregu neve se kjo botë është bota e sprova dhe ndodh ndonjëherë që ndron bashkëshorti jetë apo bashkëshortja jetë. Sikur që është në këtë rast, ndron bashkëshortja jetë dhe mbet bashkëshorti me fëmijët e tij të vegjël. Dhe këtu dua që ta përmendi diçka e cila tek ne, tek populli jon, është i përmendur se fëmia i vogël, i cili vdes nona, quhet, emërtohet si jetim. Mirë po, në realitet, në shariatin ton, në fen ton, në islam, konsiderohet fëmiu jetim i cili është nën moshën madhore, pra nën mbyllëk, dhe i ndron jetë ati i tij, baba i tij. Në këtë rast konsiderohet jetim. Kurse në shariat, nëse i ndron jetë nana e tij, nuk konsiderohet ai fëmijë jetim. Mirë po, tek kafshët apo tek shtazët është një botë tjetër e cila nëse ndron jetë nana, në këtë rast nëse ndron jetë femra, e cila i përmban domethënë të vezhlat e saj, atëherë konsiderohen ata jetim sepse tek ta nëna kujdeset. Mirë po, tek njerëzit kujdeset dhe thot baba. Në këtë rast dhe thot njeriu kur i ndron jetë bashkëshortja e tij dhe është një e cila e ka dashur dhe e ka bërë bashkarisht, e ka filluar një jetë, e tash është një vështirësi e madhe që ai burr që të martohet pastaj me një grua tjetër, ku i ati i tij apo baba i tij do të thot insiston që djali i tij të martohet dhe për hir të asaj që fëmijët janë të vegjël dhe duhet që ndukush në shtëpinë që të vesh, të veshmbath, ata të mirëmban, të edukon në shtëpinë e saj. Dhe pas asaj do të thot ndodh që dy prindërit edhe në anën tjetër takohet me njëri i cili është po ashtu i familjes së devotshme, po ashtu një familje besimtar të mirë, që mirën në mesvesht që edhe ati i ka ndruar jetë dhëndri i tij, sikur që ka raste, dhe ka mbet vajza e tij në shtëpi, e cila është vajzë e mirë dhe është do të thotë një vajzë e cila do të që
të martohet. Dhe pastaj ndodh që ata dy mirën vesh dhe përsëri do thotë e bashkon një çift për hir të Allahut që ata të bëhen shkak për ta ndërtuar përsëri një shtëpi dhe për t'i ruajtur edhe fëmijët e tyre, për të edukuar derisa ata të rritën, derisa ata të martohen dhe të fillojnë jetën e tyre në këtë botë. Dhe kjo është për fat të keq të shumë njerëz ndodh që nëse i vdes bashortja e tij, nuk dojnë që ata të martohen duke menduar se i dëmton fëmijët, përkundrazi nëse fëmijët janë të vegjël, ata ndoshta kanë nevojë për një nanë e cila është nana e dytë në shtëpi që të kujdeset për ata fëmijë, që t'i ushqen, bën gjellë, sepse prindi në kësaj raste është i obliguar atë shumë me punën e tij, ndoshta puna e tij është më tepër jashtë se sa brenda në shtëpi, ajo e cila është përgjegjësia për shtëpinë dhe brenda saj, për gjellën dhe për veshmbarthjen, për gjërat e shtëpisë është do të thotë gruaja, e kështu në këtë rast e ndihmon një familje që pak e shumë që t'i haron ata vujtje apo në një mungesë eventuale e cila ndoshta mundet që të jetë edhe më e mërzitur nëse nuk gjendet në shtëpinë e këtyre fëmijëve një grua e cila kujdeset dhe luan rolin e gruas, për shkak se prindi sado që të jetë i afër nuk mund që ta luan një rol të gruas e cila e ruan ajo grua e cila i edukon, i veshmbath, i ushqen dhe kujdeset për ta derisa ata të bëhen të vetëdijshëm, të rriten dhe të bëhen do thotë njerëz të cilët do të vazhdojnë jetën e tyre pastaj si njerëz të rritur dhe të përparuar në këtë botë. Allahu e di më së miri. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Mirësi dhe Ramazan